realisht nuk përfaqësohet në kuvend. Është partia tjetër Erxhan Galushit që do të jetë aty. Edhe ministri për komunitet dhe kthim Nenad Rashić. Kjo po. Pra kjo është ky po gjetë ka siguru po 10 vjet që na. A mund të ketë ndonjë befasi këtu, ndonjë emër i ri që mund. Shkurt, ne I përmendëm emrat, I diskutuam, tash po din, unë besoj që për profilin politik që është zoti Kurti, pak kanë rëndësi emrat e ministrave, sepse ai kërkon gjithë vëmendjen për vete. Tash e ka edhe mbështetjen elektorale me vota, edhe besoj që për kryeministrin Kurti ka qenë e rëndësishme që të konstituohet kuvendi, të vazhdohet tutje me formimin e qeverisë. Këto emra mund të jenë edhe si rezultat edhe I diskutimeve me partner tjerë të listës Guzo, për shembull me sa mbaj mend unë zoni Artane Rizvanolli, fillimisht është propozuar nga Alternativa herën e parë kur ka qenë, sepse ka qenë ofert me zonën Mimoza Kusari, kështu që mund të jenë. Artane Rizvanolli asnjë nga Alternativa. Nuk e di, fillim ka qenë me zonën Mimoza, nuk jam gabim. Jo, vetëvendosje që e ka marrë në vetëvendosje që e ka marrë nga Reinvesti që ka qenë totalisht e pavarur. Kështu që pak a shumë këto që përmendëm do të jenë emrat që do të propozohen për